Kishte disa muaj me radhë që luftonte me një sëmundje të rëndë dhe fatkeqësisht me gjithë përpjekjet dhe përkujdesin e familjes dhe të shëndetësisë, ish basketbollisti i njohur i Vllaznisë Fation Taraboshi ka ndërruar jetë para kohe në moshën 39 vjeçare. Një lajm ky që tronditi komunitetin shkodran dhe tifozërinë kuqeblu, e cila aq shumë e ka duar trokitur kur luante me sukses duke shpallur kampion me ekipin e Vllaznisë së basketbollit për meshkuj, pasion të cilin ai e vazhdoi edhe kur u largua nga fusha e lojës duke punuar me poaq për kushtim edhe si trajneri basketbollit të moshave. Ishte kjo arsyeja që në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit komuniteti shkodran i dha respektin e duhur me një pjesëmarrje shumë të madhe. Fatkeqësi e madhe në këtë moshë të re, po kështu është jeta e herës. Në këtë çare të madhe nuk po dinë si me shpreh, si me fol. Shuaj si brenda fushës, si ashtu dhe jashtë fushës. Ishte si me thonë shpirti i ekipit. Ishte humori i ekipit, ishte se di domethënë. Fatkeqësisht ai iku i pari prej atij brez shumë i ri. Ka diku 4-5 muaj që e kam pa edhe ishte bajagi vram. Sepse sigur po e njëjtë aty, po nuk ishte i mërzitën, ma tepër se sa i vram, i dobësum kështu fizikisht. Po prapë i mërzitën si ishte po i njëjti si atëherë kur ka qenë te ekipi i Vllaznisë pjesëtar, lojtar. Në vlerësim të figurës së Fation Taraboshit, rreth 2 muaj më herët Këshilli i Qarkut të Shkodrës me kryetare Edmond Ndon akordoi një certifikat mirënjohje për kontributin e dhënë në vite nga Taraboshi për ekipin e Vllaznisë së basketbollit për meshkuj. Ndërkohë, në respekt të kësaj figure, shoqata basketbollit Vllaznia në bashkëpunim me familjen Taraboshi organizojnë ditën e diel me datën 21 qershor nga ora 8 deri në orën 12 pritje homazhe në mjediset e Pallatit të Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës.